Zoti General Hazralli, ju fillimisht kur u kyçet në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, duke qenë edhe një ushtarak me profesion, ju marrët edhe pozita. Mes tjera që keni pasën edhe pozitën e komandantit e brigadës 123 të zonës operative të Pashtrikut të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. A mund të përshkruani, për aq sa mund të përshkruani, me pikat e shkruta aktivitetin e kësaj brigade, derisa e komandonit ju? Faleminderit shumë. Për të folë për brigadën 123 duhet ndoshta një emision pak më i gjatë edhe i veçantë, por si kërkuat po shpalos disa prej ngjarjeve ndoshta më të rëndësishme, po mbi të gjitha thjesht dua mos i metem barç asnjë aktiviteti faktikisht të rëndësishëm të historikut të brigadës 123, që mendoj që do t'i vi koha që shpaloset në detaje gjithë veprimtaria luftarake, po mbi të gjitha ai mund, ajo sakrificë dhe ai gjak i derdhur i djemve dhe vajzave të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në rajonin e Suaregës, por dua të filloj nga ajo ka qenë me të vërtet një krenari që të luftohet, një krenari që të kem bashkëluftar shumë heroj të Kosovës sot, po mbi të gjitha dhe shumë figura që udhëheqin dhe kanë udhëheq faktikisht me dikasere shumë të rëndësishme edhe pas luftës. Unë pata fatin që, si që përmendet vitin mbreshtës të Suaregës, ku ka qenë komanda brigadës 123, me të gjitha dhe bashkëluftarët që erdhën, gjetëm një organizim të jashtëzakonshëm për kohën, sepse Ushtria Shqiptare e Kosovës kishte psu faktikisht disa vështirësi të kohës pas ofanzivës parë që quhej, pas ofanzivës shtatorit, por mbi të gjitha do të thotë kishte një organizim të atyre kapaciteteve që kanë qenë dhe me arritjen tonë pas një rehabilitimi sepse kishim ushtarë dhe që kishin ngrirje parciale prej rrugës, kemi pas faktikisht edhe amputime të vogla, dhe filluam faktikisht që të njohim terrenin, të fillojmë organizimet faktikisht në fshatra, të fillojmë ndërtimin e kapaciteteve të brigadës 123, batalioneve, kompanive, togjeve, skuadrave, dhe mos lëmë do të thotë asnjë pjesë pa prekur dhe të mbulojmë gjithë territorin. Për një kohë shumë të shkurtër, dhe për fat mirë kishim disa ditë ose një kohë të shkurtër që të riorganizoheshim, ne kemi arrit kapacitetet jashtëzakonshme, kemi arrit faktikisht numrin mbi 2000 luftëtar, jo të gjithë të armatosur, por me një vullnet të jashtëzakonshëm, po mbi të gjitha ndërtuam strukturën faktikisht të brigadës dhe kishim një mundësi të jashtëzakonshme që të fillojmë dhe të mbulojmë gjitha ato zbrastira ku mund të kërcënoheshim do të thotë prej armikut serb. Organizimi i brigadës do të thotë siç e dini është bërë me 2 batalione në rajonin e përgjithshëm do të thotë nishor, fshatrat tjera Peçan, Semetisht, Dabërdelan, Samadraj dhe fshatrat tjera për rreth, dhe një batalion e kemi pas ka pjesa Budakovës. Do të ka qenë një territor që spaku në bazë të shtrirjes gjeografike ka qenë ndër territoret më të mëdha që kanë mbuluar një brigadë e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe ka qenë ndër brigadat më të mëdha me numër. Në këtë aspekt ka pasur specifikat e veta për shkak të komunikacionit Prizren, Suareg, Prishtinë, që jemi shkputur do të thotë me batalionet, me batalionin e parë dhe dytë në rajonin e Semetishtit, Studentçanit dhe Samadraj batalionin e dytë, dhe batalionin e tretë do të thotë kemi pas ka pjesa Budakovës që ka qenë jo e lehtë edhe komunikimi, po edhe bashkëveprimi faktikisht i kohës, po mendoj që kemi tregu një organizim të mirëfillt që nuk kemi pas asnjëherë do të thotë probleme të aspektit të mbështetjes logjistike, po edhe të aspektit të ndërveprimit të kapaciteteve që kanë qenë në atë pjesë.